Procesi ish komandantëve të UÇK-s në Hag. Duncan kundërshton vlerësimin e prokurorisë, kërkon sqarim për dëshminë në speciale. Ish ambasadori britanik John Stuart Duncan ka reaguar pas një jave paraqitje të deklaratave përmbyllëse në procesin Thatcher dhe të tjerët në gjykatën speciale në Hag, duke hedhur kritika ndaj vlerësimit të prokurorisë për deklarimet e tij. John Stuart Duncan ka qenë dëshmitar i mbrojtjes në procesin gjyqësor në Hag. Përmes një reagimi publik, Duncan është shprehur se pret që prokuroria të sqarojë se si informacioni që ai thotë se e ka dhënë në mënyrë të përsëritur dhe me detaje në dëshminë e tij mund të konsiderohet si i mangët. Një javë interesante në dhomat e specializuara, pres me padurim të dëgjoj prokurorin shpjegonte se si informacioni shumë i detajuar që përmenda disa herë në dëshminë time përfaqëson një uri të pakta të realitetit në teren, shkruar ai në rrjetin X. Reagimi i diplomatit vjen në kohën ku në Hag po zhvillohen seancat për deklaratat përmbyllëse me procesin Thatcher të tjerë në gjykatën speciale. Kryeprokuroria speciale Kimberly West, gjatë fjalës së saj përfundimtare të hënën, kërkoi 45 vjet burgim për secilin prej të akuzuarve përkatësisht për Rishim Thatcher dhe të tjerë, që në total arrin 180 vjet, dhe shihet se një sulm ndaj gjithë luftës qeveritare që ka bërë UÇK-ja nga të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen.